nga regjisori Afrodita Nohiu, dhe kanë qenë dy role që më kanë lodhë emocionalisht dhe psikikisht, sepse kërkojshin shumë bagazh, shumë të hyjnë psikologjinë e rolit, dhe këto dy role mund të thamë se më kanë hasur në vështirësi, po jo t'i ndaj. Se i du krejt. Po, s'diskutohet, e kemi një shpreje me ndasim i vrak, kështu që... Po, fiks. është e vështirë. Mos bona... Po, jo, gjithsesi, unë e përmendi gjatë gjithë kohës, sepse është shumë e vështirë të ndahen, në fund të ditës se cili projekte ka atë madhështinë e vetë, edhe normalisht edhe dashnia gjithaj mund që jepet për atë... Unë punoj me shumë dashuri dhe nuk mund t'i ndaj, vërtet nuk mund t'i ndaj. Zdiskutohet. E përmende ma herët që ke qenë në për festivalet të ndryshme, një për tyre ka qenë edhe në Prishtinë. Sa dalon, po themi, të bërit aktrim apo thjesht shfaqje midis vendeve ku ti ke qenë në për festivalet? Ka ra me pa shumë shfaqje tjera, i e vetë aktore, ke mundësi ta vlerësosh dhe ta japësh një mendim sa i përket të bërit një shfaqje në përgjithësi? Po, dalojnë, normal. Dalojnë mënyra, dalojnë vendi kua, problematikat që trajtohen në shfaqe, se zakonisht kohës fundit kom po shfaqe që trajtohen ma shumë tema aktuale që i përkasin vendit, shoqërisë, problematikave që na ndodhin si njerëz, po, dalojnë. Si cili vend e ka të... Po gjithsesi mendoj se kena shumë për më dhonë, kena shumë artistat mirë, thjesht na duhen mundësi ma shumë. Tani mirë që e përmende, sepse këto ja vlen edhe të diskutohet, si që duket po e lem pak mrapa teatrin, përgjithësi. Jo vetëm po besoj në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë, në Shkodër, por edhe në Kosovë, Presheva edhe vendet përreth. Po, është i lëndë masdore, po duhet, sepse teatri e ka për qëllim edukimin dhe na duhet sa më shumë ta motivojmë publiken që të vijen teatr. Po dhe mundësi duhet të kryohen, se në artistat puno, po një ti duhet edhe ajo neve të na kthehet mbrapsht. Ja, po kthehet sa duhet? Jo. Diskutohet, kjo është një çështje që vazhdon të jetë ndër vite. Edhe do t'jetë. Edhe do të vazhdojnë. Gjena mësu, jena boj mund. Po, fillon mandej gjinshmëria që të hyjë. Mjetojmë. Po. Zakonisht. Ke qenë pjesë e shumë vendeve të ndryshme, e përmendëm pak më herë, por gjithsesi, cili vend ka publikon më të zjarrt? Suharek. E pas ke pasën ma e gjuhës, hajde tash ti po zhvillojmë situatën me Suhareka. Qëfar publiket mrekullueshme. Qëfar ka Suhareka ka që mirë, ka Publiken e ka të mrekullueshme. Une në Suharek, du më thonë si jam një Suharek, aqë dashuri, aqë vëmendje për aktorën s'kenë dhe aqë me vëmendje e shovin shfaqen, po më basa saj që ta shprejnë atë dashurinë dhe që diskutojnë se si ka qenë. Shumë e kam... Shumë pëlqen të diskutojmë gjonat mas shfaqeve, sepse unë në përmjet asaj arrit kuptoj, a mund bëj diçka ma mirë,